Stina i kishte shkruajtur strofën, edhe erdha unë aty shkruajta një varg. Edhe erdhi se pa fare, ky është vargu jote e fshiu. Pse bëhesh një artist naçori, thashun se pse bëhesh artist i vogël? Se më pëlqen. Se ky është proces kreativ, edhe pse shaka, kupton? Pse bëhesh kështu? E nejse, filloj me ato cirqet e veta, kështu që hëngra pasta, edhe fola me Juxhin, tha është grilli për tu bë. Thash po them ty që do të pyesje vëlla. Se ke kalo? A je mirë? Jam i të këshu me që... Pse? Për para shofi që këtë gjinin të mërzit. Po e ndjen? Apo... Po e ndjen, po fillon këshu... Sa kujtime kemi bërë dhe këte janë dhije këtë dionit, tash... Bëhet melankolik? Po. Sa? Për verë tani? Tani është surprizë për gjithë kjo, se realisht nuk kuptohet. Unë kam pak më shumë frikën e Juxhit, për vetëm fakt që Juxhi nuk ka një gjë fikse që ta mbaj këtu, në krahasim me Selin që ka pas një situatë, bla bla. Mësën është realisht e shoh kështu për 1% gjë, kupton? Po Juxhi është vërtet ajo që thonë çunat. Ka shumë njerëz jashtë që suportojnë, ka një karrierë të ngritme. Dhe mund të përmbyset komplet kështu nga hiçi. Vesh më po shpresoja që të kishte një ganxh këtë ditë. Një gjë që të bëte gjithë me këtë kokën. Po shumë vështirë ose edhe në presione, nuk të punon shumë trure. Se je gjithë kohës të mendu ç'a mund bëj dhe sikur t'i kanë kohën nga duret.